Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Syrivizion. Po takohemi këtu në një tjetër emision që ofron Mediumin. Kësaj radhe do të jetë një emision më special nga që jeni mësuar ju të shikoni në këtë medium. Kësaj radhe do të bisedojmë për policinë e Kosovës, e cila tashmë ka shënuar 9 vjetorin prej së është themeluar. Dhe në kuadër të kësaj janë shënuar aktivitete të shumta për të cilat do të diskutohet dhe do t'i shikoni pamjet që janë filmuar gjatë minutave në vazhdim. Do t'ju prezantoj që këtu afër meje kemi komandantin e stacionit policor në Gjakov, kapiten Bekim Avdiaj, një herët edhe organizator i këtyre aktiviteteve. Mirë se erdhët në emisionin ton dhe urime për festën. Faleminderit, ju përshëndes edhe ju. Çfarë mund të na thoni për ecurinë e aktiviteteve të cilat ju i keni organizuar për të shënuar sa më mirë 9 vjetorin e themelimit? Po, siç jeni ndjeni, përjetori i policisë Kosovës është me datën 6 shtator, dhe thotë është 9 vjetori i themelimit policisë Kosovës. Në kuadër këtij përjetori, policia e Kosovës ka organizuar një aktivitet të ngjeshur me disiplina dhe sportive dhe aktivitete tjera. Në kuadër kësaj kemi filluar nga niveli rajonal, ku janë organizuar manifestime ndryshme dhe gara sportive. Pastaj kemi vazhdu me aktivitetin e nivelit qendror, ku edhe aty, përveç aktiviteteve ndryshme, vlen theksohen aktivitetet sportive nga disa disiplina dhe aktiviteti me rastin e portës së hapur, ku stacionet janë vizitu nga gjithë qytetarët që kanë shpreh gatishmëri për të vizitu stacionet. A ka shkuar gjithçka ashtu si e kishit planifikuar? Ka ecur gjithçka mirë? Po, kisha fatin që t'jem pjesë edhe organizator në nivelin rajonal, po ashtu edhe isha në bordin e organizimit për ditën e policisë në nivelin qendror, me theks të veçantë në ato për aktivitetet sportive. Gjatë gjithë aktiviteteve sa kemi zhvillu, çdo gjë ka shku ashtu si është më së miri, kem pas edhe një faqe edhe nga aktivitetet sportive të mos ketë ndonjë lëndim. Kështu që çdo gjë ka shku sipas planifikimeve të parapara. Në gjitha këto aktivitete, pjesë e tyre ishin edhe regioni Pejës, ku bën pjesë edhe stacioni i Gjakovës. Çfarë mund na thoni ku gjendet aktualisht stacioni policor në Gjakov? Ne kemi shku që në kuadër këtyre përgatitjeve nga niveli rajonal, do thotë që ka prezantuar në kuadër garave qendrore, Peja është prezantuar si nivel rajonal. Në kuadër të rajonit do thotë kanë qenë edhe disa zyrtarë që kanë prezantuar ekipën gjithsesi të aktivitetet të nivelit rajonal. Deri në ato do thotë si rajon ka ecë një garë e fortë që ka qenë mes rajoneve, edhe Peja renditet në garat e përgjithshme me vendin e tretë, do thotë që ka rezultatet më të mira në 3 vendet e para. Po çfarë për punën e përditshme që zhvillon stacioni i Gjakovës, me çfarë përballeni ju, ku i keni vështirësitë, por mos t'ja na shkalojmë edhe sukseset që i keni treguar deri më tash? Po dihet që stacioni policor, synimet e tij ka ndrujtjen e rendit, qetësisë, rregullit, me qëllim që gjithë qytetarëve t'ju ofrojë kushte dhe mundësi sa më të mira për zhvillimin e aktiviteteve gjithsesi të jetës tyre. Mund të them se në suazat e punëve tona ne kemi suksese në të gjitha fushat, po pretendojmë që në të ardhmen të jemi edhe më suksesshëm. Disa sfera kanë qenë pak më problematike, sidomos çështja e automjeteve, që kohën e fundit kishim disa probleme, kemi arritur me menjanu, me rast jemi zëvendësuar edhe me automjetet e reja, kështu që shpresoj që do të jemi edhe më profesional ditëve në vijim. Si e vlerësoni bashkëpunimin me qytetarët e komunës së Gjakovës? Po, bashkëpunimi është një sferë shumë më rëndësi për ne, nga se gjitha rezultatet e punët varen edhe nga bashkëpunimi me qytetarët. Ne deri me tani kemi një bashkëpunim të mirë fillt, është në rritje në vazhdimsi, mirë po shfrytëzoj rastin që të kërkoj që edhe më tepër të shtohet bashkëpunimi i qytetarëve me ne. Nga se ne me fal angazhimit edhe qytetarëve dhe bashkëpunimit do të jemi edhe më të shpejt, edhe më afër atyre çfarë mund edhe jemi të thirrur të veprojnë. Por çfarë pritni në të ardhmen konkretisht? Po shihet që veç kemi 9 vjetorin,
Na dhe në të ardhmen shpresojmë që të kemi profesionalizëm edhe më të lartë duke shfrytzuar trajnime të ndryshme në gjitha sferat e detyrave tona. Kështu që shpresoj që me angazhimin dhe me bashkëpunimin edhe të institucioneve tjera, edhe të Ministrisë Punëve të Brendshme, ne do të jemi edhe më profesional në të ardhmen. Por çfarë keni përshtuar diçka për fund, ndonjë bashkëpunim që kërkoni nga ndonjë institucion apo t'i falendroni institucione tjera që ju kanë përkrahur deri më tash në punën tuaj të suksesshme, ta quajmë? Po shfrytëzoj rastin me i falendërue gjitha institucionet, sidomos me theks veçantë kryetarin e Kuvendit Komunal me gjithë stafin e tij, që ka qenë çdo kohë dhe i përgatitur me në përkrahas institucion, po ashtu edhe organizatat qeveritare dhe jo qeveritare, institucionet shkollore dhe gjithë qytetarët që na përkrahin dhe janë ata që na kanë ndihmuar në profesionalizmin tonë. Atëherë faleminderit shumë dhe sukseset më të tjeshme në të ardhmen. Shfrytëzoj rastin tash të falenderoj edhe televizionin Syrivizion për gjithë angazhimin që ka bë gjatë gjithë aktiviteteve tona që janë organizuar me rastin e ditës policisë. Faleminderit. Atëherë ju shikues të nderuar, gjatë minutave në vazhdim do të keni mundësinë që të përcjellni një emision të zgjeruar rreth aktiviteteve të cilat janë zhvilluar në kuadër të kremtimit të 9-vjetorit të policisë së Kosovës. Bashkëmirupafshim në emisionet të tjera. Të vitit të 1999, për herë të parë në kryeqytetin e Kosovës u pan uniformat blu të shërbimit policor të Kosovës, ndërka që pjesëtarët të rinj të policisë së Kosovës morën përsipër sigurinë e qytetarëve si dhe ruajtjen e objekteve me rëndësi të veçantë. Deri në këto kohë, pjesëtarët e këtij shërbimi me këmbgulje janë munduar që të arrijnë qëllimin e tyre të plot në ofrimin e qasjes së barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ti jetojnë hollësisht të gjitha aktivitetet kriminale pavarësisht nga përkatësia etnike e viktimës apo e kryerësit, ti ndjek dhe ti jetoj vazhdimisht në mënyrë efektive kryerësit e krimeve, të zgjidh vrasje dhe sulme të rënda, ti mbroj në mënyrë efikase dëshmitarët nga friksimi dhe ndëshkimi. Në këtë institucion, incidentet e krimit organizuar, trafikimit, krimit që rrjedh nga ekstremizmi, terrorizmi dhe krimet ekonomike, hetohen ashtu që përqindja rasteve të pasgjidhura të krimit të bie. Edhe përkundër vështirësive të shumta me të cilat hasin, pjesëtarët të shërbimit policor të Kosovës janë përkushtuar në punë dhe kanë ndriçuar raste të shumta të cilat veçtyre kanë qenë edhe brenge qytetarëve të vendit tonë, që nga viti 1999 e deri më sot janë krijuar plot 9 vite prej se është formuar ky shërbim, i cili me përfundim të procesit të definimit të statusit të Kosovës dhe hyrje në fuqi të kushtetutës së saj, është ndërruar në Policinë të Kosovës, që vepron në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila bashkë me Policinë Kufitare
Kjo ishte ndeshje e policisë Kosovës që janë zhvilluar në nivel Kosovës, po që fillimisht përfaqësohen në nivel rajonal regionit Pejs. Çfarë do të thotë kjo fitore për juve? Për neve do të thotë loja, na si policë me lujë bashku, ndërsa fitoria si gjithmonë të qani më i miri. Në vazhdim e profesionalizimit dhe sistematizimit të SHPK-s, edhe këtu gara ka qenë në atë kuptim, është e mirë se këtu takuam si pjesëtar policisë Kosovës, takuam, shkembejmë ide, është edhe në planin profesional se aftësohem fizikisht që të jenë të gatshëm në çfarëdo rasti. Sporti për neve gjithë popullin është shumë duhet t'i kushtojmë rëndësi, mirë po sidomos ne policia të cilët duhet të jem ma aktiv, ma fort fizikisht, është një punë e mirë që kemi mjaft pjesëtarë të policisë Kosovës, për regionit tonë që mirën me sport. I falenderoj kapitenin edhe njëherë për punën që ka bo, për organizimin që ka bo, që për herë të parë këtë vit, pas 9 vjetë të themelimit të policisë Kosovës, po e festojmë në shtetin e pavarur të Kosovës. Është festa parë, dhe më thonë, mas 9 vjetë që në formua, që jena si policia Kosovës, në shtetin e pavarur të Kosovës, në një institucion që është mjaft prestigjioz në Kosovë, që po i kryen detyrat e veta, që ja ka dhënë shoqënia dhe ligji, rrugën e rendit dhe qetësisë publike në regionin e Pejës. Aktivitetet sportive futbollistike u mbajtën edhe në nivel qendror, të cilat gara u zhvilluan në palestrën e sporteve në Prizren, ku garuan 8 ekipe që përfaqësonin regionet e tyre. Këta përfaqësues i cilësuan këto takime si shumë të mirëseardhura për ta. Është një turner mjaft i qelluar sa i përket policisë Kosovës, pasi që dihet që rregullisht jem në rrugët Kosovës dhe na duhet edhe kondicione. Kjo garë është domosdoshmë hera e dytë para 2 vite kemi marrë pjesë, kemi qenë në parë si region. Besoj se edhe kësaj rrugë do të tregojmë një kulturë sportive, një futboll cilësor. Aktiviteti mendoj që është në nivel, është duke u bazuar që këto aktivitete veç janë duke u mbajt për çdo vit në kohën e shërbimit policisë së Kosovës. Këtu mendoj që do të thellohet bashkëpunimi shtetor polici, bashkëpunimin si edhe bashkëpunimin ndër regjone mes pjesëtarëve të shërbimit policor. Lojrat futbollistike u përmbyllën në finale, cila u mbajtu në Prishtinë, ku takuan regioni i Prizrenit me atë të Mitrovicës. Ky takim përfundoi me rezultat 6-1 në favor të regionit të Prizrenit. Por se nuk ishte vetëm fusha e futbollit ajo cila i shoqëroi pjesëtarët e policisë së Kosovës. Ata u aktivizuan edhe në volejboll, ku lojrat e para në nivel qendror i zhvilluan në Pej. Është shumë rëndësishme që garat që janë me karakter për hir të ditës së SHPK-s, domethënë të fillimisht të jenë të koordinuara nga stafi që organizon këto gara. Megjithatë, edhe rrjedhoja e garave ka shku shumë mirë, edhe vlerësojmë shumë lart organizimin, edhe mirëpritjen që është bërë nga pikërisht nga Karagaçi, nga Peja. Është një organizim mjaft i mirë edhe i qelluar. Besoj se edhe shpresoj që të organizohen çdo vit, sepse po kemi nganjëherë pauza, më thonë si vitin e kaluar që nuk janë bërë garat, andaj shpresoj që tash pas të jenë tradicionale, më thonë për çdo vit të marrë. Prej këtyre ekipeve pjesëmarrëse në gjysmë finale dhe finale u kualifikuan regioni i Pejës, Gjilanit, Frizajit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, me qas vendi i tretë i takoi regionit të Gjilanit, i dyti Frizajit, ndërka që vendi i parë i takoi pjesëtarëve të regionit të Pejës. Si ndini veten pas këtij rezultati që korre duke përfaqësuar kështu regionin e Pejës?
Po njihem lumtur pasi është hera e tretë që radhazi do të thotë po e marrim këtë vendin e parë volejboll, ndërsa si vjet është diçka më e veçantë se bojmë për herë të parë Republikën e Kosovës, kështu si besoj si është diçka e kënaqshme për mua dhe për bashkëtarët e mi. Edhe besoj se regioni 5 pas një humbje deri në finale do të thotë ka qenë më e miri. Mund të them fillimisht se janë garat e para në Kosovën e pavarur të Policisë Kosovës. Sa i përket lojës sotit ka qenë një lojë shumë e mirë. Ne patëm një handicap që lojtari ynë më i mirë dëmtoi ligamentin, por kjo nuk do të thotë që ja zvlerëson fitoren kolegëve nga Peja. Ju dëshiroj çdo të mirë. Loja ka qenë fort, kolegët fituan, fitoi më i miri, s'ka kurrë tjetër. Për të ndaruar ata të cilët morën pjesë në këto aktivitete sportive në fund të garave finale të sportit, u ndal mirënjohje, medalje dhe kupa nga komandanti i stacionit policor në Gjakov, njëherët edhe organizatori këtyre aktiviteteve kapiten Bekim Avdiaj, General Major Atifete Jajaga, kryetare e këshillit organizues, si dhe kryetarja sindikatës policore Valvona Kamberi. Në garat atletikës të cilat u mbajtën në stadiumin e Mitrovicës, femrat police vrapuan në 800 metra, ku në vendin e parë u radhit regioni i Prizrenit, në të dytin ai drejtorisë së përgjithshme dhe në të tretin u radhit regioni i Ferizajit. Sa i përket garave në atletik nga ana policëve meshkuj, të cilat i zhvilluan në 1500 metra, vendin e parë arritën ta fitojnë përfaqësuesit e regionit të Mitrovicës, të dytin Prizrenin, ndërkaq që të tretin regioni i Gjilanit. Taktika të mbrojtëse në polici vlerëson shumë nga ana pjesëtarëve të këtij institucioni. Edhe në këtë lëmi, policët u treguan aktiv dhe të trajnuar mirë. Aftësitë më të mira gjatë taktikave mbrojtëse, të cilat u mbajtën në shkollën policore në Vushtri, i treguan pjesëtarët e kësaj shkolle, ndërkaq të dytët rezultuan regioni i Prizrenit, ndërsa ata të tretët regioni i Pejës. Sa i përket policisë Kosovës, teknikat taktika mbrojtëse janë shumë e rëndësi për arsye se çdo ditë në detyrë ballafaqohen me këto raste. Edhe është e nevojshme që çdo polic të trajnohet, jo vetëm kur të ka në për shkollë apo çapo di që ka ndonjë trajnim, mirë po t'i kushton vetvetes pak rëndësi edhe të jetë i përgatitur fizikisht. Cilësimi i këtyre garave është jashtëzakonisht i nevojshme dhe ka qenë jashtëzakonisht pozitive për arsye se këtu janë treguar disa shkatësitë të policëve, të cilat kanë nevojë çdo ditë, ti kanë ushtrime të përditshme, ti kanë një uri mbi to që në të ardhmen ti zbatojnë edhe gjatë detyrës. Gjatë fillimit të kursit bazik si dhe kurseve tjera të cilat mbahen pranë kësaj akademie, ne gjithmonë i përkushtojmë profesionalizmit një rëndësi të posaçme duke i mbajtur trajnimet, njëkohësisht edhe ricertifikimet që polici në kryimin e detyrës të jetë sa më profesional edhe të jetë i përkushtuar detyrës zyrtare. Garat kanë qenë nivel, vlerësimet kanë qenë nivel. Përgatitjet para praktikisht janë bon nga pjesëmarrësit, që shihet edhe kjo është ndryshime. Kështu që më merr mendja që i kemë arritur rezultatet e kërkuara për pjesëtarëve të shërbimit policisë Kosovës, edhe mendoj që gjithçka ka shkuar në rregull. Ato të cilat rallëherë mund të shohin qytetarët janë gjuajtjet me armë të policëve. Për nder të 9 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës, ata mbajtën gara të gjuajtjeve me armë në poligonin e gjuajtjeve në Golesh të Drenasit,
në largësi prej 5, 10 dhe 15 metra, në të cilat në gara individuale, më i sukseshmi rezultoi Arben Rustemi, pastaj Hajrullah Morina, të dy përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme, dhe i treti Arben Halimin nga drejtoria Prishtinës. Ndërka që në punën ekipore, vendi i pari takoi drejtorisë së përgjithshme të policisë, i dyti i regionit të Pejës dhe i treti Ferizajit. Sa i përket vlerësimit përgjithësi ka qenë një vlerësim shumë i mirë, çdo gjë domo ka qenë transparente. Këtu kanë marrë pjesë të gjitha regionet të policisë të Kosovës. Garat fillimisht janë marrë në nivel regional, ndërsa sot i kena pasur garën finale në nivel qendror. Duke bazuar në trajnimet të cilat vazhdimisht i posedojmë dhe zhvillohen në sektorin e armëve zjarrit, me siguri që kanë ndikuar tek rezultati im, ku edhe njëkohësisht kanë qenë edhe bordë kryesor ato që kanë bërë vlerësime e gjujtës time që kanë zhvillu sot. Po si ndihesh shumë në këtë rast, kur keni marrë më shumë tipik? Po ndihem kënaqur që kam qenë pjesëmarrës, domethënë, këtu fillimisht mendoj edhe që edhe rezultatet po tregojnë që jam vend i parë. Kjo është një ndër sukseset e pjesëtarëve të SHPK-s, po ashtu edhe imi individual. E vlerësoj këtë sektor, është një ndër sektorët e policisë, domethënë sektori i veçantë i armëve të zjarrit, i cili është ndër sektorët më të veçanta, tu e marr parasysh se secili pjesëtar i SHPK-s është i pajisur me armë dhe duhet të ketë këto cilësi. Kjo është një ngritje e policisë, është ngritje morale e secilit edhe jep motivim për pjesëtarët e tjerë që të bëjnë edhe ata gjithashtu të ngriten profesionalisht, sa i përket këtij sektori. Për mua personalisht është një sukses i madh, pse kem pasur këtu një konkurrencë, se kem pasur shumë policë që janë ose sektora armëve zjarrit, njësive tjera që janë më elite, faktikisht për regionin e Pejës është sukses në nivel Kosovës që kem zonë vendin e dytë. Për ditën e sotme kanë qenë udhëheqësi poligonit këtu, për këtë disiplinën o deshte të kujdesim, kështu që është më kryesorja, gjujtja ka kalu mirë, kanë qenë gara domethënë, është zgjedhja më e mirë mbas komisionit këtu, ka qenë kënaqësia ime që kam qenë këtu, kryesorja nuk ka ndonjë ekses që kishte mund të ndodhë, çaja është më e mira. Edhe qytetarëve të Gjakovës përmes portës së hapur ju mundsua që të vizitojnë dhe të njihen drejt për së drejti me këtë stacion dhe me punën të cilën e zhvillojnë pjesëtarët policor këtu. Në këtë ditë për të uruar festën e policisë kishin ardhur edhe përfaqësues të institucioneve të shumta politike e shoqërore. Në vazhdim të aktiviteteve që kemi pas me rastin e përjetorit nën policisë, themëlimit policisë Kosovës, ka qenë edhe sot porta e hapur, ku ju është mundësu që gjithë qytetarëve të rajonit dhe organizatave të ndryshme të vinë dhe të vizitojnë dhe të njenë më përsafërmi me punën policore. Kështu që unë shfrytëzoj rastin me i falenderu të gjithë ata që kanë shprej gatishmëri, kanë vizitu dhe na kanë nderuar me prezencën e tyre këto. Pjesëtarët e stacionit të në Gjakov janë shprehur mjaft të kënaqur me punën të cilën ata zhvillojnë. Për ne është një ditë e madhe dhe një festë dy festë. Njëherët është festa 9-vjetori i formimit të policisë të Kosovës, edhe njëherët festimi i kësaj feste në Kosovën e pavarur. Çfarë mund na thoni për sukseset që ka pasur deri më tash ky institucion ku edhe ju punoni? Me përgjithësi të plot më të them se kemi suksesin shumë të mirë, kemi zbulimin e kemi me përqindje shumë të madhe, kështu edhe bashkëpunimi me qytetarë është i mirë, që do të thotë se nuk kemi as ankesa qytetarëve ndaj punëtorëve tonë. Për neve është një ditë e shajtë, me qenë se vetëm 9 vjetorin e festojmë, dëshiroj që të festojmë edhe shumë ditë tjera si kjo, edhe jemi shumë krenarë se jemi policia e Kosovës edhe jemi në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Për ne kjo është një ditë e madhe, domethënë është viti i parë që këtë ditë festojmë pas pavarësisë, domethënë me pavarësinë, dhe në një objekt të ri në stacionin policor i Gjakovës. Domethënë është një ditë e madhe ku është porta e hapur për gjithë qytetarët e Gjakovës. Kjo na bën një nder të madh, domethënë neve,
dhe qytetarëve të cilët kanë të drejtë të vizitojnë tërë stacionin tonë. Unë mendoj se një punë e përditshme është kënaqësi me punu në polici, domos policinë e Kosovës, dhe punë dhe krymë shumë me qef edhe jemi shumë përgatitur për me dalë në punë zherë. Këto aktivitete nuk kanë kaluar pa u përmendur emrat atyre policëve të cilët kanë rënë në detyrë, që nga themelimi e deri më tash gjatë ushtrimit të detyrës kanë rënë Lazim Regjepi, Hajdar Ahmeti, Danush Hasani, Sabahat Tolaj, Isuf Haklaj, Arsim Rustolli, Ilir Lapatinca, Avni Kasumi dhe i fundit Iriu Triumfriza. Për nder të këtyre, në stadiumin e Prishtinës u luajt loja në futboll të madh në mes të Policisë së Kosovës dhe Unmikut, e cila lojë përfundoi me rezultat të bindshëm në favor të Policisë së Kosovës 11-0. E dua punin e policëve të Kosovës. Jam në Kosovë tash 15 muaj. Policët punojnë shumë, kanë kualitet shumë të mirë. Çdo gjë që mund të bëjnë është që t'i përkrajnë familjet, t'i përkrajnë policët. Krijuam një fond të mirë për familjarët e policëve të rënë. Përkushtimi jonë për ditën e policisë të Kosovës është mjaft i madh. Kjo është një ndër vazhdimi i garave, domthonë, para kësaj here kemi vazhduar me garat regionale që janë mbajtur. Tani me këtë lojë revjale që mbajt këtu, mendoj se edhe me punën tonë do të përkushtojmë edhe në tarmën punës sonë si policë. Pas kësaj ndeshje futbollistike, sërish më të njëjtin qëllim në përkujtim të të rënëve në detyrë, u dha edhe një koncert humanitar ku të hollat ju ishin dedikuar familjarëve të policëve të rënë. Në këtë koncert performuan emrat të njohur të estradës kosovare. Ata janë djerë të ndëruar, lidhur me atë se për kë dhe kanë kënduar në këtë natë. Natyrisht, ne këngëtarët të mundohemi me qenë pjesë e kontributit të çfarëdo lloj institucioni, natyrisht edhe për policinë, me që janë njerëz të cilët vërtet e ruajnë sigurinë tonë, edhe natyrisht edhe ne jemi mundu sadopak që me anë të këndimit ose me punën tonë të bëjmë kontributin tonë. Kom deri sot e signoj, sepse ta më bëjnë një punë shumë mirë dhe përjesi shumë përpara, që po rindje shumë natë shumë e sotë. Ndjen mirë që jam pjesë e këtij koncertit, në momentin e ftesës nuk hezitova, edhe më njerë pranova, kështu që jo vetëm unë, po mendoj se gjithë Kosova duhet t'i dalin në ndihmë gjithë shërbimit policor, edhe gjithë atyre policëve që ranë në detyrë. Kështu që ndihem e nderuar që sot sadopak me mundësitë e mia po jap një kontribut. Nuk ishin vetëm këto aktivitetet të cilat u përcollën për nder të ditës së policisë së Kosovës. Pikërisht me 6 shtator, kur regjistrohet ditëlindja e policisë, në ambientet të drejtorisë së përgjithshme të policisë, e cila gjendet në Vushtri, u mbaj ceremonia 9-vjetorit. Ky aktivitet filloi me himnin e Kosovës dhe me parakalimin e të gjitha njësiteve të policisë së Kosovës.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin shumë përbërës të policisë dhe figurat më eminente politike të vendit. Jemi mbledhur sot që të shënojmë një përvejtor të rëndësishëm të historisë re të Kosovës, 9 vjetorin e themelimit të shërbimit policor të Kosovës përkatësisht Policisë e Republikës Kosovës, që për një kohë shumë të shkurtër, krahas KFOR-it dhe Policisë Unmikut, u bën një ndër shtyllat kryesore të sigurisë dhe të stabilitetit përgjithshëm të vendit tonë. Duke ju përgëzuar të gjithëve për këtë datë veçantë, uroj që rrita dhe zhvillimi i policisë Kosovës të ecën me ritme të tilla të mira, sepse ky institucion do të jetë edhe në tarmën garanci e paqes, e sigurisë dhe zhvillimit të hovshëm të Republikës Kosovës në të gjitha fushat e jetës. Pjesëtarët e Policisë së Republikës kanë arritur që për një afat pothuajse rekord të zënë hapin me policitë e vendeve të tjera, duke u bërë një shembull i jashtëzakonshëm i rrëfimit të suksesshëm për Kosovën e viteve të lirisë. Ju që përbëni këtë institucion të rëndësishëm, me plot të drejtë jeni vlerësuar me notat më të larta, si nga institucionet ndërkombëtare, ashtu dhe nga ato të vendit për arritjet e gjithëanshme, si planin e aftësimit dhe atë të profesionalizimit. Po ashtu, edhe në atë të shtrirjes së bashkëpunimit të thellë me institucionet dhe me qytetarët e vendit. Prandaj, nuk është as pak e rastishme pse Policia e Republikës Kosovës gëzon kaq shumë respekt ndër gjithë qytetarët e vendit pa dallim etnie. Në këtë përvjetor të 9 të Policisë e Kosovës, si kryeministër i Qeverisë e Republikës e Kosovës, ndihem krenar për arritjet e drejtanishme të policisë sonë dhe jam i sigurt se puna dhe efikasiteti i Policisë e Republikës e Kosovës do të jetë në mbrojtje të rendit dhe ligjit të shtetit tonë të pavarur, sovran dhe demokratik. Rezultatet e arritura të Policisë e Kosovës gjatë këtyre 9 viteve të kaluara janë inkurajuese. Kjo është Policia e Republikës e Kosovës, është policia e vullnetit ton, policia në shërbim të qytetarëve, Policia e Kosovës e pavarur, policia shumë etnike e Kosovës. Me përkushtim do të vazhdojmë të punojmë në ngritjen dhe avancimin e mëtepjeshme të Policisë Kosovës, gjithnjë duke siguruar një polici shumë etnike, demokratike, me një zinxhir të vetëm komandues dhe në pajtueshmëri me praktikat më të avancuara ndërkombëtare. Vetëm një polici e përgatitur mirë dhe përkushtuar në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit pa dallim, do të na sigurojë të ndihemi të qetë, tani kur jemi të pavarur dhe kemi përgjegjësi për sigurinë e vendit tonë. Vetëm ashtu do të sigurohemi për një të ardhme të sigurt për shoqërinë tonë, për fëmijët tonë. Suksese për policinë tonë dhe siguri më të madhe për qytetarët tonë. Throughout the mission of UNMIK here, there has been a great development. Për gjatë historisë së misionit të UNMIK-ut është arritur një zhvillim i madh për paqe dhe siguri, e cila nuk do të kishte mundur të arrijë pa bashkëpunimin e përkushtuar që i ka dhënë Policia e Kosovës atij të policisë UNMIK-ut. Duhet të kënaqemi me këtë ditë dhe me përparimin që keni bërë. Përkujtoni se vendimet që i merrni çdo ditë si policë kanë një ndikim në familjet tuaja, miq dhe shtetin tuaj. Has an impact on your family, your friends and your country. Jemi mbledhur këtu për të festuar dhe përkujtuar 6 shtatorin e vitit 1999, kur për herë të parë Kosova filloi ndërtimin e një policie demokratike, përfaqësuese, llogaridhënëse, ashtu siç e dëshëm ne, siç e dëshën qytetarët e vendit tim, Kosovës, siç e dëshën dhe bota demokratike. Për këto 9 vite kemi arritur të konsolidohemi, zhvillohemi dhe funksionojmë në bazë të parimeve policive demokratike, duke arritur të fitojmë besimin e vazhdueshëm të komunitetit cilet i shërbejmë. Këtë ditë janë ndëruar udhëhecit e vendit, por edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë treguar të aftë në situata ngjarje të caktuara. Po ashtu janë ndarë kupa për regionet më të suksesshme të vendit,